Të ndalemi pak te pjesa ku Erion Velia deklaroi se ashtu siç e psoi ai mund ta psojë edhe Orgerta Manastirliu nëse zgjidhet në krye të Bashkisë së Tiranës. Në këtë rast, a ka Edi Rama një skenar që çdo eksponent brenda Partisë Socialiste që ngrihet afër nivelit të tij, ai ta godas, qoftë përmes drejtësisë apo qoftë edhe përmes diskreditimit publik? Përgjigjja e thjeshtë është sigurisht që po do ta zgjeroj pak nëse më lejon. Mekanizmi për të hyrë, për të bërë pjesë e Paris Tiranës, ku fitohen lek, ku bëhesh me emër, ku del në televizor, ku njerëzit thon shefi, pra fiton shumë çka nga ana e pjesëmarrjes në publik, në jetën publike. Mekanizmi është fort i thjeshtë. E kontrollojnë kryetarët dhe kryetari ka nevojë që X-i ose Y-i të bëj të paktën një pislëg të vogël, që të jetë i kontrollueshëm, në mënyrë që nesër pas nesër të funksionojë ky mekanizmi që sapo shprehet ti i Edi Ramës. Edi Rama, siç e cilësova në gjykimin tim, është politikani më i zoti nga ana e poshtërsive ose më finok i 30 viteve të fundit. Kam rritur shumë çka që nuk do ta kishim rritur dot askush tjetër. Atëherë sigurisht edhe Edi Rama ka dosje të gjithë varësve të vet, i ka shtyrë shumë kënd që ta bëjnë. Shumë kujt i ka thënë gojarisht bëje këtë, siç vërteton rasti i zotit Ahmetaj, i cili nuk e kishte problem të vithte dhe të bëhej pasanik, po e ka problem që të bëhet kokturku. Dhe ikën dhe jeton në luks në Zvicër, duke u shprehur i persekutuar politik. Domethënë, sikur të ishte portokalli ne do qeshnim, po kjo është realitet, ose mos jem vetëm i Top Channelit, ose secili nga programet e tjera humoristike, do të ishte për qeshur, do qeshni me lot. E megjithatë, ky është realiteti. Pra, të gjithë drejtuesit, Edi Rama i pari, po edhe Sali Berisha, edhe Ilir Meta dhe të gjithë, kanë dosje të varësve të tyre, cilët i kanë shtyrë. Askush nuk hyn dot në politik pa bërë një pisllik të vogël. Të rinjt në politik merren në përkampingje, jalë etj, patronazhistët, Forumi Rinor, IPD-s, të gjitha këto janë pjesë e shthurjes dhe e zhbërjes së dinjitetit tyre në mënyrë të qatë të jenë të përdorshëm për në politik. Çdo politikan që rrin politik sot duhet të ketë bështyrë dhe lëpirë disa herë. Merrni të gjithë deputetët një e nga një. Ose janë tani më veglat hapurat krimit, siç është ajo zonja Elbasanit, ose janë njerëz që kanë bështyrë dhe të cilët blehen o me një post deputeti, me një drejtor lëk, me ca para për të shkuar të luajtur në kazino në Maltëzi, e për gjëra të tilla banale, të cilat sot ata i konsiderojnë pjesë e jetës mondane. Pa këto, politika shqiptare është një llum, dhe unë mendoj që edhe me këto është një llum edhe më i madh. Si mendoni, a ka nisur të paktën prej kohësh lufta e fortë mes eksponentëve brenda Partisë Socialiste për të pasur admirimin e Edi Ramës nga një anë, por nga ana tjetër dhe për të tentuar kreun e saj, apo Edi Rama tashmë e ka shndruar si partinë e punës që eliminon çdo kundërshtar të mundshëm që mund t'i dalë para? Unë përmenda pak më parë që Partia Socialiste, ashtu si dhe Partia Demokratike, kanë pasur gjithmonë përplasje të brendshme, dhe këto përplasje janë kontrolluar nga kryetarët përkatës. Njerëzit harrojnë se tashmë Indieri Nano mori dhe nxorri të palarat të gjithë atyre njerëzve me cilët qeverisi përpara dhe qeverisi mbrapa në të famshmin Komitet Politik Drejtues KPD, e cila u shndrua në një barsalet madhe që mezi prisnin njerëzit të fillonte KPD-ja. Është harruar tani më, por gjithë ata njerëz quhen njerëz të nderuar e të tjera. Por është e pa evitueshme që brenda një force politike të ketë njerëz që duan, megjithatë duke qenë ndërtuar siç e thash më parë, në bazë të shërbimit që i bëhet udhëheqësit, në bazë të përdorimit, të nivelit të përdorimit nga udhëheqësi, atëherë problemi është i zgjidhur për udhëheqësit. Gjithmonë fitojnë udhëheqësit në politikën shqiptare. Nuk ka asnjë shans që të fitojë dikush tjetër. Shihni për shembull një njerëz që u mor, u ngret, ishte një njerëz që kishte një lloj profili. Unë nuk është profili i preferuar për me, por brenda Partisë Socialiste, Erion Braça kishte një lloj profili. Kishte qenë kryeredaktor i Zërit të Popullit ose organit ideologjik, ishte një njerëz që kishte besueshmërinë bazë, ishte një njerëz që i kishte ndetur
kishte ndenjur PS-s shumë afër dhe në momente shumë të vështira, nëpër demonstrata e të tjera, kishte ambicie politike, sigurisht që ishte pjesë e llumit Paris-Tiranës, por nuk kishte hyrë në qeveri. Kishte ambicie për të hyrë në qeveri, u bë zëvendëskryeministër në momentin që u përbalt duke hyrë në pislliqet e qeverisë. Tani është e mundur që ai të përdoret hidhetej, është i pakënaqur tani, del në për protesta, mundohet të japi sinjale, por është e ka shitur atë kredin që kishte fituar ndër socialistët e thjesht duke u bërë pjesë e llumit qeverisës. Kjo është monedha me cilën të blen Paria e Tiranës. Të blen me ambicien politike dhe atëherë gjitha luftrat e brendshme, ndonse ekzistojnë, dallimi është kur është i mbështetur nga fuqitë huaja, atëherë mund të ketë edhe ndonjë shans. Por zakonisht çdo kryetar që i ka mend në vend, siç është Edi Rama ose Sali Berisha, nuk ka asnjë shans që të hidhet të rrëzohet së brendshmi. Fatosnano ishte një përjashtim, sepse Fatosnano me arrogancën e vet i kishte bërë gjithë kundër. Dhe gjithë këta që e qajnë sot të ndjerin Nano, nuk i kanë ngretur telefonin rreth 90 ditë. Mbasi ai humbi zgjedhjet dhe nuk ja ngrete partia vet telefonin. Njeriu të cilin e kishin heroizuar dhe kishin thënë as buk nuk duam, vetëm pajtohu me Ilir Metën. Pra, kjo mund t'ju japi një lloj ideje se i harrojmë ne shpesh në shqiptarët, jemi njerëz që harrojmë kollaj. Një lloj ideje se kush janë këta, si sillen këta dhe si janë marrëdhëniet e tyre të brendshme. Këta janë një tryezë kobrash, të cilat pickojnë njëri tjetrin, por në fund e dinë që të gjithë duhet të jenë bashk, sepse gjella e tyre në mes të tavolinës janë shqiptarët dhe i çukisin të gjithë nga pak, aq sa kanë mundësi. Kush është në pushtet më tepër, kush është në opozitë diçka më pak, por ndërkohë rrin me kokën duke të kthyer kokën majtas djathtas, duke parë nga njëri tjetri. Në momentin që ja gjejnë dobësinë njëri tjetrit, kafshojnë pa asnjë lloj mëshire dhe njëri tjetrin. Ju e sollët në vëmendje figurën e Fatosnanos, i cili u nda dje nga jeta në moshën 73 vjeçare dhe më pas krerët e politikës përfshi kryeministrin Edi Rama, kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, filluan t'i thurnin Diti Rambe, ndërkohë që nuk duhet harrojmë përplasjet politike që kanë pasur, apo dhe ajo, siç thatë ju pak më parë, mosmirënjohja e treguar ndaj tij. Në optikën tuaj si studiues i politikës, çfarë figure politike është Fatosnano dhe si ka vepruar ai në radhët e Paris të Tiranës? Shikoni, i ndjeri i zotit Nano kishte një lloj elegance individuale e cila ishte e pamohueshme. Mirë po, gjykimi që duhet dhënë për figurën e tij është një gjykim publik, është një gjykim mbi veprën e tij publike. Unë sot nuk dua të hyj në detaje sepse është pjesë e respektit ndaj familjarëve, cilët janë fakt vetëm të cilëve ai u dhimbset realisht. Pra, ngushëllime familjarëve dhe familjes si në çdo rast vdekje nga ana njerëzore. Për sa i përket gjykimit publik, unë sot do të ndalem vetëm tek një shprehje dhe pastaj njerëzit le ta interpretojnë si duan. Fatosnano ishte një pjesë kyçe e Paris-Tiranës. Më vonë ndoshta do të vi koha që ta shtjellojmë edhe më tej këtë, por Fatosnano ishte as më shumë dhe as më pak, por një pjesë kyçe e Paris-Tiranës.